Pushteti dhe opozita në përplasje të hapur politike rreth miratimit të kodit të ri zgjedhor, i cili hyri në procedurë parlamentare me procedurë të shkurtuar. Në përpjekje për ta debllokuar, koordinatorët e grupeve parlamentare u ulën sot në një tryezë të përbashkët në përpjekje për t'i tejkaluar mosmarrëveshjet. Nga LSDM edhe sot njoftuan hapur se do ta bllokojnë kodin zgjedhor, duke paralajmëruar se do të paraqesin 10.000 amendamente. Mickovski thot se qeveria ka pranuar të gjitha propozimet e opozitës. Kjo nuk është e vërtet. Nuk dim kë ka parasysh, sepse LSDM dhe njerëzit rreth frontit për të vërtet dhe drejtësi janë opozita e vetme reale në masioni. Gjithçka tjetër është teatër. LSDM e bllokon ligjin për të penguar grabitjen zgjedhore dhe sepse refuzon të merr pjesë në një ligj tjetër të prerë sipas masës së grupit kriminal të organizuar të VMRO-s, në një moment kur qeveria nuk ka përmbushur asnjë kusht serioz reformues drejt BE-s. Блоким të kodit zgjedhor njoftuan edhe nga Левица. Граѓаните треба да знаат дека правилата на играта ги одредува изборниот законник. Моментално ВМРО-ДПМН пробува да донесе крајно авторитарен, недемократски изборен законник, затоа што за работите кои се дискутираше и за кои немаше консензус, сега се појавуваат како гласањето на диаспората кое треба да се проблематизира. Nga VMRO-DPMN e thonë se LSDM dhe Levica së bashku po bllokojnë kodin zgjedhor, të cilin e kanë negociuar me muaj dhe në të cilin, siç thonë, partia në pushtet ka pranuar gjithçka që ata kanë propozuar. Упатуваме јасна порака до Социјалдемократскиот сојуз и до Левица да предложат амандмани со кои бараат корекција на начинот на заокружување и на поднесување на приговори и да ги повлечат другите амандмани и заедно консензуално да го донесеме овој изборен законник. Нашата диаспора има право да учествува по електронски пат на следните председателски избори во време кога вештачката интелигенција има клучна улога. Nga BDI thonë se nevojitet jo vetëm konsenzus politik, por edhe etnik, nga që shtojnë se propozimet e tyre të dorëzuara nga grupi i punës janë të gjitha të pranuara, përveç asaj për një njësi zgjedhore, lista të hapura me prak prej 5%. За донесување на изборниот законник треба етнички и политички консензус. Без етнички и политички консензус не може да се донесуваат правила кои се поставуваат правила за изборите, било тие парламентарни, било тие локални избори или председателски. Така што ние стоиме во ставот дека за било каква промена на изборниот законник треба етнички и политички консенzus. Vërejtjet e opozitës janë votimi elektronik i diasporës pa mekanizma kontrolli, ndryshimi i mënyrës së shënimit të fletvotimit, kufizimi i ankesave vetëm tek ato të theksuara në proces verbal, pastaj vërejtje për nenin me të cilën parashikohen xhoba deri në 8.000 euro për publikime në rrjetet sociale, si dhe financimi i fushatave zgjedhore.